çfarë po ndodh në ngushticën e Hormuzit? Njerë hapet, njerë mbyllet, njerë hapet nga Irani, pastaj mbyllet nga Irani, pastaj hapet nga Amerika dhe pastaj mbyllet nga Amerika, pastaj hapet nga Irani dhe mbyllet nga Irani. Nuk e kuptoj se çfarë po ndodh. Doja një ndihmën tuaj sepse duket sikur është një lojë për dikë tjetër. Ju si thoni, Nuk besoj që në një situatë të tillë Amerika nuk ka forcë që të ndalojë ose më mirë të hap ngushticën e Hormuzit. Është e thjeshtë. Dhe Amerika zotëron disa armë që mund të shkatërrojë Iranin brenda një dite. Dhe njëkohësisht tap jo vetëm atë kanal me një shpërthim, por tap edhe 10 kanale të tjerë. Dhe pyetja ime është çfarë po ndodh? Mos e ka kundër Kinës ndoshta? Ju si thoni? Pres komentet tuaja që ta